Mu nuk më ka interesu jeta jam, mu më ka interesu vetëm atë njeri ta kthej në jetë. Unë prapë s'ku më hik dur për ati. Po kurbani, burit tam. Unë i kisha mujtë mi thonë burit tam, qys, ditën e mirës në gjë kush je? Naj, 14 vjetë mi qitur në mbërlog. Jo, kurrë në jetë. Burri jam ka qenë 18 vjetë ku ka shku në luftë. Ka qillu ushtar atje në Maqedoni, edhe e kanë morë rob, e kanë qenë në luftë. 16 ditë se kanë ditë familja vetë ku është. Ku ka orë mas 6 mujve, a një shok i veti ka ronë mina, mas andej spirat e mines i kanë ronë kry, i ka qitë kry gjak, edhe kë kanë menu që ky person ka vdek, edhe e kanë lëshu. Ku ka ardhë në shtëpia ja ku i ri, ku ka ardhë kohën që ka ardhë te familja, e ka gjetë vllaun e madh vdekun. Njëherë si kanë kallëzu. Do me thonë ka pas vujtje kogja shumë në rinit vetën, se burri jam shpesh herë ku ka kërcit lufta në Kosovë, kanë hi rinia të fole, ja bojmë kështu shkallët, ja bojmë, burri jam gjithmonë ka thonë, si a dini ju turrin e shkallët, shka dini me bo shkallët. Se aje ka poshka, ka bo shkallë, në Bosnje, që konë lufta atje. Po konë shumë i fort, mirë po psikologjia e thot, mas 40 vjetë, 45 vjetë, kur ti e kalon një traum, kur vjen kjo mosha, mundën me të përsërit gjonat. Edhe une, kur i bona dokumentat, thash kena punu bashke, si çdo gjë, momentin që unë i mora dokumentat në Belgjik, u gëzova shumë, se normal, s'kishim shtëpi, edhe pse kishim quna pi lufte, pi krejt ishim djegun, do me thonë historia jam është një histori pak jo e mirë, e trisht, po në atë kohë kanë vujt gjithë njerëzit. Edhe kur i mora dokumentat në Belgjik, shumë u gëzova. Jashtëzakonisht shumë, se tash punojmë, gjallënojmë, se dhe tash kemi punu në zezën, me tut, i kemi mshel fëmijët vetën, kemi shku në punë, burrin punë, fëmija vetën në shtëpi, me 3 vjetë, 4 vjetën i kom mshel fëmijën në banes, edhe atëherë re, s'kum dit as me nal rrymë, as me nal gaz, as me nal kur gjon, dhe me thonë i ka rujt i lumi Allah, fëmijët e mi. Edhe kur i mora dokumentat u gëzova shumë, burri ma pasoj një krizë depresioni, shumë të keq, edhe unë më kona ajo person që e kom timu shumë, nuk jem ndërzu kur në jetën time. Mu nuk më ka interesu jeta jam, mu më ka interesu vetëm atë njeri ta kthej në jetë, atë njeri ta kthej mu, me di qka o fëmija, me di qka është gruja, me di qka është familja. Mu nuk më ka interesu kur gjon jetën tem. Unë në çdo sabah se unë e foli sabajnë, edhe çdo sabah se jem që unë jem lutë vetëm për burrin tem. As jem lutë për veten time, as jem lutë për fëmijët, unë vetëm jem lutë për atë person që ta kthej në jetën, ta kthej aty ku ai është konë. Ka qenë me një shumë traum, me një smundje shumë traum, mirë po tash jam shumë krenare që unë e kom këthy një jetë, e kom këthy me ditë tash ku jenë fëmija, ku jenë familja, ka vujt për 5 vite rresht o konë shumë e të mërshme. Që shukon si periud për juve që ajo ku që ato 5 vjetë, so ka qenë e vështirë për ty, të e pas parasysh që aje ka pas një probleme, ka pas një smundje që po thullet ti, por nashta për ty që ti e ka në shnoshe dhe ke pas me një farforme si kur barë me nejtë gati, me këshyr, me trajtu, për ty so ka qenë e vështirë. Jo, unë ato nuk e kom morë si barë, unë ato e kom morë që vetëm ta kthej këtë njeri aty një jetë, unë e kom një dashni me burr, nështë janë shumë unë gjithkush thëm që gjithkush e don burrin e vet, gjithkush e don gruan e vet, ama unë me burr temin jam që nuk e di, jemi shumë të lidhun, s'di as veç me ta spjegu dashni, edhe kur ndodhi kjo, me thonë realisht derisa unë e kuptova që ai shka ka, ishte shumë e vështirë, se ai lindi me xhelozin,
një burr që s'ta ka prish kur timin e dohonit. Po flas timin e dohonit, se unë s'o kom pi, po që thoj një fjalë popullore kështu. Edhe që nuk ja ke prish kur, edhe një burr që ti e ke pas për qefi, edhe që t'ka pas për qefi, edhe në sekonda të kthehet ai, sigur ku të kthehet që kjo gotë për mës, për mu ka qenë një bum ka qenë, edhe një gjon që në kry m'ka mirë, po unë nuk jam dërzu. Unë kom thonë, ky njeri ka nevojë për ndihmë, ky njeri ka nevojë unë me najt ngat, se unë e thom që ndoshta nuk e kish bosh do femën ketë në kushtet e mia po flas. Se në Kosovë ka femna që janë edhe më të hekura në këtë aspekt, po s'kan ku me shku, ndoshta s'kan ku me kërku. Unë isha jashtë. Unë e kisha ku me shku, unë e kisha ku mu kërku, unë e kisha shtetin që ndihmon femën. Domethënë unë jetoj me një shtet që e ndihmon femën. Po, ke pas për kraje, ke pas. Kisha adhe mi pa ta marr ty bestik fa mundo, me më shku menja mundo, a diçka kisha. Unë jam bo kurbani burrit tam, unë prapë s'kum hik dur për ati. Domethënë unë jem mundu gjithmonë me majt familjen teme, fëmijët I kom majt larg gjithmonë, s'kom pas qef me ofru fëmijët me umurrit fëmija me një stres ndoshta që nuk është. Edhe jem kon jashtë, jem kon vetëm. Edhe ka një herë falenderoj Zotin që jem kon jashtë, se kisha qenë në Kosovë ndoshta s'kisha mujt mi dal monesh se në Kosovë është një traditë tjetër, është ndoshta të kishin hi njerëzit. Pa dashje, ishin mundu, kishin me të ndihmu, po prapë, kështu që e falenderoj Zotin që kjo ka ndodhur kur unë kam qenë jashtë edhe I kam marrë gjonat vet për sipër, domethënë edhe kam udhëheq vet, domethënë vet jem kon ajo që shtylla që unë duna këtë person me e kthy jetë, s'ka këtij personi me ja kthy shpinën, duna se kom marrë parasysh jetën tem, se kom marrë parasysh rrezikun tem, se kom marrë parasysh asnjë gjë temën, s'kom marrë parasysh, vetëm kam qenë 100% që unë këtë person du ta kthej aty ku ka qenë, aty ku kon, domethënë me kthy, pavarësisht se është pak e vështirë, adin, po sot jam shumë krenare dhe unë mendoj që këto fjalë që unë I them, e mendoj që ndoshta çdo femën duhet ti logjikoj pak edhe ti studioj, se unë e di që ka shumë femna me probleme të tilla, po unë kam një apel, mos ta mojnë msheft prej notit kujshis, prej notit ati, prej notit këti. Njerëzit kanë nevojë, sidomos mas lufte, me e